Miftinia e Shkodër në bashkëpunim me Kryqin e Kuq Dega Shkodër ka organizuar fushatën e dhurimit të gjakut për fëmijët talasemik dhe të sëmurë të ndryshëm që kanë nevojë për këtë ndihmë njerëzore. Përfaqësuesi i Miftinisë Shkodër Lavdrim Hamja theksoi se kjo fushatë e dhurimit të gjakut në origjinë është urdhër kuranor dhe porosi e dërguarit të Allahut alayhis salam dhe asnjëri prej nesh nuk duhet të hezitojë që të përgjigjet fushatave të tilla. Jemi mbledhur për të kryer një fushatë shumë të rëndësishme siç është fushata e dhurimit të gjakut. Dhuro gjak shpëton një jetë. Në fakt e kemi urdhër kuranor dhe porositë e profetit alayhis salam që me ndihmë të tjerët. Allah i madhuar thot në Kur'anin famlar, ai që shpëton një jetë është sikur ka shpëtuar gjithë njerëzimin. Përsa profeti alayhis salam thot, Allah është në ndihmë të robit të tij për sa kohë që vllai është në ndihmë të vllait të tij. Kështu që sot unë i bëj thirrje secilit që ka mundësi të vi këtu të dhurojë gjak sepse është një mirësi e madhe të ndihmojmë të tjerët. Kur njeriu është i smur e kupton se sa e rëndësishme është shëndeti. Vëllezërit dhe motrat tanë kanë nevojë, për gjakun tonë, për ndihmën tonë, kështu që të mos kursejmë asgjë, që të gjejmë pranë tyre dhe të ndihmojmë. Edhe unë sot sigurisht do menjëherë pas kësaj interviste do shtrim për të dhuruar gjakun, sepse është një mundësi që Zoti na ka dhënë pa kosto dhe pa një mungesë të shëndetit tonë mund të dhurojmë të ndihmojmë dikën tjetër. Ndërkohë Vera Gjinaj, koordinatore e Kryqit të Kuq Dega Shkodër, tha se qershori është muaji kryesor për dhurimin e gjakut, ku vlerësoi numrin e lartë të dhuruesve. Qershori njihet si muaj më kryesor për dhurimin vullnetar të gjakut dhe kulmon me 14 qershorin që njihet botërisht dita ndërkombëtare e dhuruesve gjakut. Numri i dhuruesve që janë ofruar sot është i lartë, duke parë edhe temperaturat e larta që janë sot. Ne i falenderojmë të gjithë dhuruesit vullnetar, jo vetëm të ditës së sotme, po të çdo dite. Dhe inkurajojmë më shumë persona të ofrojnë për dhuruar gjak. Muajt e verës, për shkak të temperaturave të larta, janë muaj në të cilët personat në nevojë, sidomos pacientë talasemik vuajnë, sepse numri i dhurimeve vullnetare bie. Prandaj falenderoj edhe më shumë të gjithë besimtarët që sot janë ofruar për dhuruar gjak. Kjo fushatë organizuar pas namazit të xumas në xhaminë Ebubekër në qytetin e Shkodrës.